3 persona kanë përfunduar në qeli dhe një tjetër është vendosur në arrest shtëpie pas vendimit të gjykatës së Gjirokastrës për ekzekutimin e masës së sigurisë ndaj 4 shtetasve të dyshuar për dhunë në familje dhe heqje e paligjshme e lirisë. Sipas informacionit zyrtar të policisë, të dyshuarit, të lidhur me njëri tjetrin përmes marrëdhënieve familjare, dyshohet se kanë marrë peng një 30 vjeçare duke e mbajtur me forcë dhe më pas duke ushtruar dhunë fizike ndaj saj pas një konflikti të brendshëm familjar. Në pranga kanë përfunduar vëllai dhe xhaxhai të res të 2 banues në Tiranë, të cilët u kapën nga shërbimet e komisariatit të policisë numër 3, si dhe bashkëshorti i saj me banim në Kulcyr. Ndërkohë, një 51 vjeçar nga Tirana, i dyshuar si bashkëpunëtor në këtë ngjarje, është lënë në masën arrest në shtëpi. Nga hetimet paraprake rezulton se ngjarja ka ndodhur me 10 janar 2026, ku 4 persona dyshohet se e kanë futur me forcë 30 vjeçarin në një automjet duke hequr lirinë e lëvizjes për një periudhë kohe dhe duke e dhunuar më pas. Materialet proceduriale janë referuar prokurisë së Gjirokastrës, e cila po vijon hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave dhe përgjegjësive ligjore të secilit prej të përfshirëve.